edhe nga Alaska, kanë ardhur dhe kanë marrë qirillima. Nëse është 2 me 3, do 20 ditë. Pse thonë gjëja e gjallë të mban gjallë, një tapet ron 5 vjet, një qilim 50 vjet them unë. Kam rreth 30 vjet kam që e ushtroj unë këtë si zanat. Unë jam gjenerata e tretë, se është ka qenë gjyshja, mami, unë, cilët edhe unë pastaj e kam trashëguar ke mbesat, ke motrat, me fjalë u kam mësuar të gjithë. Unë jam e treta dhe ja kam trashëguar dhe gjeneratës 4, vajzës time. Kur punonte mami me gjyshën kam hyrë kështu, e kam marrë si ato lojnat e fëmijëve, që hajtë se po hy dhe unë, hajtë se po mësoj pak, për qef. Pastaj kur u martova që erdha këtu ke familja burrit, lindi si nevojë ekonomike dhe unë fillova pastaj u mora me këtë punë. Bleva një të zjat vogël, kam ble këtë fillimisht, pastaj gradualisht duke ardhur, duke u shtuar, pastaj shtova forcat punëtore, fillova dhe vetë punoj më tepër, vura 1, vura 2, vura 3 të zja. Me fjalë se pash që kishte kërkesë dhe pastaj fillova ta kem në vazhdimsi. Kam sot e 30 vjetë. Unë ofroj gjithçka. Ofroj qilimat tradicional, që kanë qenë tradicional, siç kanë pas bërë prindrit tanë, siç është shtruar ky, të gjithë llojt e motiveve të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, çdo lloj motivi. Bëjmë edhe qilima modern, se ka nga ato që i duan tani modern, po dhe ato po më pak. Po më tepër unë jam bazuar ke qilima tradicional, më pëlqen. Po pastaj bëjmë edhe këto riciklimet me rrobat e mbetur. Rrobat janë të vjetra, i presim edhe nuk i hedhim në kosh, po i bëjmë qilima, i bëjmë rrugica të vogla, i bëjmë qilima. E vështirë është pak, por nëse ke durim, ke guxim, e dashuri bëhet pa merak. Ecën, çdo gjë ecën mirë. Vetëm se do pak vullnet. Qilimat e mi jo brenda vendit, edhe jo vetëm nga njerëzit e tonë që jetojnë jashtë Shqipërisë, po kam edhe shumë nga turistë të huaj që janë nga larg. Por më shumë të i kam nga kosovarët, i themi kosovarët, nga njerëzit tanë, se vëllezërit tanë dhe këto të Kosovës, nga emigrantët që jetojnë të Kosovës, që jetojnë jashtë shtetit, nga vendet nga më të largta. Edhe nga Alaska, unë kam pasur, me fjalë të Kosovës, shtetës të Kosovës që jetojnë atje, kanë ardhur dhe kanë marrë qirillima. Me fjalë i preferojnë shumë, i pëlqejnë, sepse tani konkretisht kam një porosi dhe tha e kam pasur qilimin, më solli motivet, tha po na e ka djegur, tha në kohën e luftës, tha a ma ribën? Po, thash ta riboj, thash. Me fjalë kam shumë kërkesa. Varet nga madhësia. Nëse është i vogël 1,5 me 2, do 10 ditë, nëse është 2 me 3, do 20 ditë. Me fjalë sipas madhësisë, edhe modelit, edhe motiveve, se nëse është shumë i ngarkuar, ai ka shumë vështirësi, ha më shumë kohë. Nëse është pak më i thjeshtë, janë këto modernit, këto janë më të thjeshtë dhe ecin më shpejt. Kur kam filluar unë, ishte e vlerësuar, jo shumë, pastaj dolën tapetet, u dyndën gjithë këto tapetet edhe rapuna. Pastaj filloi dhe kjo pandemia, edhe aty rapuna, kurse tani vlerësohet shumë. Kam filluar ta vlerësojnë shumë, e kërkojnë qilimin, sepse jo gjithkush ka mundësi ta blejë. Sepse qilimat edhe kushtojnë pak më shumë se tapetet, edhe ka gjithçka më të mirë qilimi, se sa janë kthyer tani se fillimisht merrnin tapeti, po tapeti është sintetik. Kurse qilimin e ke natyral, e ke siç e merr ke delja, ngjyros, me gjethe arre, me gjethe qepet, çdo gjë është natyrale. E punon, e shtron, lum fëmia, siç e ke marrë nga delja, çdo gjë. Pse thonë gjëja e gjallë të mban gjallë. Edhe kështu që është shumë ekologjik, ka shumë cilësi të mira. Një tapet ron 5 vjet, një qilim 50 vjet them unë, 60 vjet. Ron nuk ka, qilimi që kam shtruar unë nuk e di, 30 vjet kam unë që kam ardhur, po unë kam gjetur më para këtë. Ron, ka 100 vjet, ron, mbajmë familjen, me këtë ushqehemi, punojmë, kemi biznes familjar, jemi përkushtuar kësaj edhe kështu që biznes familjar, për të jetuar. Unë jo grave të reja, po sidomos këtyre të shkollave, që vinë këto të shkollave, bëjnë një praktik, bëjnë një diçka kështu janë, kjo e shkollave që i bien për nxitja e punësimit, që vinë këtu dhe i themi, nuk është të thënë që do bëjmë gjithë qilima, ka dhe punë të tjera, mund të bësh një qëndisje, mund të bësh një çorape, ka lloj punësh. I këshilloj gjithmonë që çdo zanat nuk i humbet vlera kurrë. Kështu që zgjidhni një zanat, edhe bëjeni sa do pak, po në mos rrjedh do gjerboj, themi ne këtë, kështu që për mua është mirë të punoj çdo kush diçka për vete, ta përvetsoj vetë. Qilimat e mi gjenden në faqen time qilima tradicional Zana Hoxha, edhe unë i çoj i shpërndaj me post, ose nëpërmjet
këtyre rrjeteve sociale që kanë dalë tani, edhe kam këtu ke punishtja. Këtu kam edhe një mini dyqan të vogël, ke punishtja ime. Përveç qëllimave, unë punoj edhe çorape që vishin, punoj edhe punime për veshjet popullore. Ne i themi përparse, për rrobe tradicionale të Shqipërisë, të Kosovës, me fjalë veshjet kombëtare, edhe nga ato kam filluar të punoj tani, se i kërkojnë shumë. Kuqezi, ajo është ngjyra më e preferuar, bëj edhe ngjyra të ndryshme, kam qëllima me ngjyra të ndryshme, po më tepër janë keq kuqezia, e kanë ngjyra më e preferuar, ngjyra kombiton. I bëj thirrje që ruajeni traditën, se çdo shtëpi e ka diçka në traditën e vet, në traditën e familjes. Edhe ta ruajnë si gjën më të shtrenjtë që kanë, sepse edhe unë e kam nisur nga zero këtë punë, edhe sot jam këtu ku jam, ku kam arritur. Unë jam Zana Hoxha dhe punoj qëllima tradicional dhe modern dhe ndodhem në qytetin e Elbasanit.